Të dashur qytetar të Mitrovicës, urime urën e re. Pas asaj urës për automjete e cila e ka lehtësuar qarkullimin, tash e kemi edhe një urë tjetër të bukur për këmbësor, një hap më shumë drejt lëvizjes lirë, afërsisë dhe bashkëjetesës se asnjëherë më parë. Po bro, ne që vendosim vetë, vendosim ura. Ura bashkëpunimit me të tjerët, ndërkaq ata të tjerët për të cilën vendosin të tjerët, nuk arrinin as t'i kalonin urat që ekzistojnë se lërë më të vendosin tjera. E me gjithatë këto ura, të cilët po i vendosim bashkë, për të qenë gjithmonë bashkë, nuk janë vetëm ura fizike, por janë edhe ura për siguri dhe për begati. Begati sepse lehtësohet qarkullimi i mollrave, krijohen kushte për zhvillim ekonomik e për punësim gjithnjë më të madh, dhe siguri sepse lëvizim lirshëm në të dy anët, në të dy brigjet e lumit bukur Ibër, për vizita, për punë, për jetesë normale të përditshme e të dinjitetshme. Sysoj me siguri e me begati, për begati e për siguri, urat nuk janë vetëm beton e hekur. Urat janë edhe lidhje midis njerëzve, janë rrugë të besimit e të vetbesimit dhe janë themele të një të ardhme më të ndritshme e më të përparuar.